në raportet me drejtësinë, në raportet me demokracinë, në raport me zgjedhjet, në raport me bujqësinë, me mjedisin, me sigurinë ushqimore, me çfarë të duam 360 gradë që përbëjnë shëndetin e qytetarëve, shëndetin e Republikës, shëndetin e politikës e kështu me radhë. Pjesë e këtij monitorimi, pjesë e këtij vëzhgimi të vëmendshëm është edhe reagimi i sotëm. Sepse nuk e kemi parë asnjëherë BE-n dhe vendet anëtare të saj të reagojnë në këtë mënyrë. Dhe unë them që kjo nuk lidhet shumë me përpjekjet e tyre për demokratizimin, le të themi, të Shqipërisë, por lidhen me procesin ku jemi. Jemi në negociata. Dhe negociata do thotë të zbatosh dhe të plotësosh çdo kriter. Unë mendoj që e para gjë pozitive që ne kemi në kuadër të këtij procesi është pikërisht kjo vëmendje e shtuar e BE-s ndaj Shqipërisë. Po, dakor, një vëmendje e shtuar e BE-s ndaj Shqipërisë, votimi i sotëm ishte një pikë kritike, e ka thënë i dërguari i BE-s në ndalesën e tij në Shqipëri kur ishte, por nga ana tjetër vjen reagimi Ramës, i cili thotë është kuvendi ka reaguar në mënyrë demokratike, mbështesim reformën drejtësi, por kaq, ju kthehet në një farë mënyrë ambasadave të Bashkimit Evropian. Reagimi Ramës ishte dy pjesësh. E para rikonfirmoi vendimin, qëndrimin e Partisë Socialiste të tij personal për arsyet e mos mbështetjes së kërkesës së prokurisë për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Por më shumë se sa kaq, qëndrimi, reagimi apo deklarata ishte një përpjekje për të treguar vazhdimin e mbështetjes së qeverisë dhe të Partisë Mazoranës Socialiste ndaj reformës në drejtësi. Po, një moment, të sjell një moment nga fjalimi i tij në mënyrë që dhe të dëgjuesit, shikuesit na ndjekin. Përshëndes deklaratat e ambasadave të Mbretërisë Bashkuar dhe Gjermanisë me parimet e shprehura në të cilat jemi të gjithë shumë dakord 100%. Reagimi vjen pasi ka reaguar Gjermania dhe Britania e Madhe. Por duke qenë se që të dyja dolën sot kur kuvendi me plot të drejtë refuzoi heqjen e lirisë së një deputete në mungesë të plot të kushteve për ta ndërmarrë një hap të tillë ekstrem dhe njëkohësisht, duke qenë se shoqata e Molotov-varëve të Tiranës ka filluar të flasë në emër të Gjermanisë, përfitojnë nga rasti të theksoj. Kjo shumicë qeverisës e ka mendjen të ndarë dhe busullën të palëvizshme Shqipëria 2030 Bashkimin Evropian. Reforma në drejtësi nuk kthehet mbrapa, pavarësia e gjyqësorit nuk preket, mbështetja për spakun mbetet e palëkundur. Lufta reale kundër korrupsionit vazhdon me këmbgulse se kur, siç e tregon qartë edhe pasqyra objektive të tjerë. Belinda Balluku nuk akuzohet për korrupsion dhe hetimi i çështjes duhet vazhdojë. I patrazuar as nga pengimi, as nga yshtja e spakut prej faktorësh jashtë kufive të pushtetit të pavarur gjyqësor. Shumica qeverisëse bëri sot pa asnjë diskutim atë që do të bënte çdo parlament demokratik i Europës, e shtjellon këtë. Sot ne i kemi respektuar plotësisht ato norma dhe kush pretendon të kundërtën ka të drejtën e vet të padiskutueshme. Ecim përpara, Shqipëria nuk ka plan B për Europën, megjithatë do ndalem këtu ku thotë duke qenë se shoqata e Molotovarëve të Tiranës ka filluar të flasë edhe në emër të Gjermanisë, përfitojnë nga rasti të theksoj dhe bën shtjellimin. Ka pak nerv këtu, sepse opozita që godet jashtë flet në emër të Gjermanisë, bën një asociacion që duhet pak më i kujdesshëm në gjuhë diplomatike, por duket se nuk ka frikë fare nga BE-ja. Nga ambasada e Gjermanisë, nga këto, duket sikur Sisi nuk i quan ata. Padyshim që është një lloj nervi apo edhe një lloj diversioni që ambasada gjermane foli vetë sot dhe mbajti të njëjtin qëndrim që mbajtën pothuajse të gjitha trupet diplomatike që reaguan për vendimin e sotëm të parlamentit. Dhe kjo nuk është ndikuar nga Molotovët, por besoj që kjo fjali lidhet me një lloj qasjeje që politika gjermane ka patur në raport me opozitën gjatë këtyre e vërtet është afruar, kanë takuar Berishën, kanë takuar njerëz pranë tij, e vërtet është. Pra ka një qasje kritike. Po, por nga ana tjetër është ndër vendet kryesore për integrimin tonë në BE. Unë takoj këtë doj, por përsëri votën e ka. Ka një qasje kritike Gjermania ndaj qeverisë shqiptare,
që nuk është shprehur vetëm sot, biles më herët Rama ka folur edhe për ca veprime të qëllimshme gjermanët që duan të na pengojnë duke na prekur në pikat tona të dobta etj. Pra, çdo fjali e thënë nga Rama sot në këtë reagim ka nën kuptimin e vet.